përsëritur. Ndërkohë, Durej, pak sigurisht se e kemi theksuar prej kohësh, vijon të kërkoj arrestimin e Ballukut, fati saj në duart e parlamentit, seancat, edhe pse raporti i Partisë Demokratike xha është prezantuar në kuvent. Çfarë pritet dhe çfarë duhet të ndodhë me këtë kontekst kaq shumë të zgjatur? Duhet të presim edhe raportin e mazhorancës, pra si do të jetë qasja e tyre, por kryeministri, pra zoti Rama, është shprehur që pasi të njihem me raportin e këtij komisioni, atëherë do marrim një vendim politik. Kështu që deri tani nuk është se nuk e kemi një raportin së parit dhe së dyti besoj që zoti Rama do të ketë të njëjtin standard siç ka pasur edhe me ministrat e tjerë të mëparshëm apo deputetët për cilët Prokuroria e Posaçme ka kërkuar marrjen e autorizimit. Nëse do të veprojë ndryshe, atëherë do të ketë një standard tjetër, siç ka vepruar deri tani me zonjën Balluku, që ka qenë një standard i dyfisht, për cilën ka pasur një qasje tjetër, ndryshe fliste për zotin Ahmetaj, ndryshe për ministrat e tjerë, për zotin Beqaj, ministrat zotit Tahiri, ndryshe për zotin Veliaj, pra ka pasur një lloj mbrojtje të hapur për zonjën Balluku. Këtë e ka bërë se ka frikë se Prokuroria e Posaçme nesër mund të i trokasë në derë atij si e kryeministrit. Kjo ngelet për të parë, pra është një alternativë që ky ose ka këtë, ose së dyti mund të kemi një lloj presioni apo një lloj shantazhimi nga zonja Balluku. Pra edhe me ato statuset e ish bashortit të zonjës Balluku, ai ka bërë 2 statuse, pra krahasonte Belën me Linda me Belën, statusi i parë, dhe statusi i dytë ka qenë lidhur me një foto që ka bërë me Agasin, pra me një regjizor ashtu, dhe këto janë kode të cilat besoj apo sinjale që zonja Balluku mund t'i ketë dhënë zotit Rama. Pra një alternativë që unë e mendoj, por që gjithsesi këto ngelen thjesht një analizimja, nuk është se kemi ndonjë provë lidhur me këtë, dhe po t'i shikojmë gjitha lëvizjet e ministrave të rinj, ku një prej tyre ka qenë ish drejtori OSSH-s, pra ai ka qenë i besuar i zonjës Balluku. Pra edhe nga vetë mënyra se si ai ka vepruar në detyrë, pra kur ka qenë pranë në drejtimin e këtij institucioni, pra ka shkarkuar njerëz nga puna nëse nuk bënin sherr zonjës Balluku në fushat, pra ka bërë disa veprime të palishme që tregon që ka një lidhje shumë të ngushtë me zonjën Balluku, por edhe ministrat të tjerë, cilat ajo i ka vendosur më parë, një pjesë e deputetëve që ajo i ka propozuar, pra është një faktor shumë i rëndësishëm që mund të rrezikojë qeverisjen e zotit Rama. Dhe edhe mbledhja e sotme e zotit Rama është në vazhdën e një frike apo një potenciali të mundshëm për të kaluar vendin në zgjedhje të parakohshme. Pra zoti Rama po përgatitet edhe me takimet, gjithë deputetët janë shpërndarë në teren, kryetarët e bashkive, pra kemi një paraprit që zoti Rama i bën një revolte të zonjës Balluku me të besuarit e vetë. Megjithatë, ngelemi që të shikojmë se çfarë do ndodhi në të ardhmen. Beqiri? Do me thënë ëndrat keqe nëna. Herë dali dha, herë s'dali. Kështu flasin këta. Kush flasin këta? Këto janë... Këta i djojmë, nuk jetë ti pari më, se këto i djojmë neve na... Ore, këto që tashun, a janë të vërteta? Jo. Si nuk janë të vërteta? Ja ti the mund. A e ka mbrojtur zoti Rama zonjën Balluku? Ja ti marrim një nga një. Po me radhë, një nga një. Një nga një. Tani problemi është që edhe raporti i opozitës në komision të mandateve, faktikisht duhet ishte për të mos ja hequr mandatin, po të ishin ligjor ata, edhe po të jenë institucional. Por ata janë njerëz rruge. Edhe duke qenë njerëz rruge, flasin me rrugë, flasin si ato në pazar, domethënë. Tek pazari mblidhen gratë e fshatit edhe bëjnë atje, thashë theme, ky ka bërë kështu, ky ashtu, edhe kështu kanë bërë edhe faktikisht ta. Pse themun që edhe vetë Bardhi me grupin e vetë parlamentar duhet jenë që të mos i hiqet mandati asaj si deputete. Për shkak se ata kanë precedentin. E kanë në tavolinën e tyre precedentin, e kanë sytë e tyre, kanë kryetarin e partisë tyre, ata që
u akuzua për korupcion të lartë shtetëror, dhe korupcion i lartë shtetëror, marzhin e dënimit e ka deri në 12 vjet burg. Kurse Belinda Balluku akuzohet për ndërhyrje në tendera. Çka do të thotë? Na 5 dit burg deri në 5 vjet burg. Ti tani, për Sali Berishën, i dhe detyrim paraqitje, dhe është detyrim paraqitje. Atëherë si kërkon arrestim për këtë, që vepra penale është ndërhyrje në tendera, se ka që thot organi akuzës, me që thot organi akuzës, Ajo është akuza e jo me parë. çfarë. Akuza e parë që vendosi pezullimin. Po të ty të nga jep ti, po të lutem që të mbaroj unë njerë, të mbaroj unë. Dhe janë 7 çështje për cilat është duke u hetuar. Mirë, në rregull. Ka shkuar për të dytën, nuk për të parën. Mirë, në rregull. Domethënë që ti je civilist, leri penalet mua, se nuk unë di jam dhe na penalet ti, po rri mua. Atë se di apo s'di. Po jo se pas tani unë që the ka dhe 7, janë 7 episode. Episodja nuk është akuzë. Ka 7 dosje, është në 7... Që mund të ketë 70 akuza. 7 dosje tjera, nuk ka 7 dosje tjera. Pra është duke vepruar. Vepra se di, ka i sa kemi marrë vjesh. Po kurse di pse flet pastaj. Si pse flas? Një është vetëm, si vepre është vetëm ndërhyrja në tendera. Lidhur me pabarazimin e tendera. Jo nuk i mbush dot mendje këtia, sepse ka shumë juristi ky. Dhe tani e kalojmë, ta kalojmë një minutë. Po jo ç'është kjo juristi ky, ç'është? Po mirë më je civilist, nuk je penalist. Jo mua. Jam civilist, jam edhe penalist. Po mirë rregull, dakord, mbro pikpamjen tënde. Të vazhdoj unë se e mbrojte. Ç'është mbrojtja? Tani po diskutojmë, nuk tani. Pse nuk jepet prap? Thash që e ka krijuar precedentin. E ka krijuar precedentin. E dyta, thuhet që ndaj saja u morën 2 masa, jo 1. U morë pezullim nga detyra edhe dalja jashtë shtetit. Janë 2 masa sigurimi. Pezullimi ka ngelur sepse nuk vendosi gjykata kushtetuese. Po të kish vendosur gjykata kushtetuese, bie fjala që pezullimi nuk ka drejta japi gjykata e shkallës parë, atëre me njerë ti mundet kërkosh një mas tjetër. Por s'paku këtu u tregua hakmarrës. Sa e pa që gjykata kushtetuese pezulloi pezullimin dhe tha të pezullohet, të vazhdoj detyrën kryeministja, me njerë e quan për t'i hequr imunitetin dhe tjerë. A hiqet imunitetin këto raste? Kurrë në kurrës. Nuk e heqim as për ordiner, nuk e heqim as për krimet të tjera. Jo t'i heqim neve, do me ta marim t'a qojmë në arrest me burg, për ndërhyrje në tendera, një grua, nene fëmijëve, e tjera me radhë, për një që është thuaj se kondravajtje. Është kondravajtje se dënohet na 5 vjet, na 5 ditë, në 5 vjet, është thuaj se kondravajtje penale, ndërhyrja në tendera. Kur ti, si SPAK, do thuash, jo, kjo ka vjedhur, edhe shiko si provohet vjedhja, na dhe nenin e vjedhjes. Kjo ka berë korupcion pasiv, urdhro, kjo ka pastruar parat, urdhro veprat penale, atëre hajde t'i shikojmë. Kështu që në një situatë tillë, nëse Rama do të toleroj e do thot që ja jap leje për heqje e imunitetit, do më thënë e ben formale heqje e imunitetit, do më thënë s'ka kontrol parlamenti për ata njerëz që janë me imunitet që të mos rëndohen nga hakmarrjet primitive, të mos nga politikët e mbrapshta, nga ndërhyrjet e padrejta që bën në SPAK e tjera me radhë, nga ndikimi i fort politik që ka Berisha me shokët e tij atje tek SPAK, edhe të arrish që për një me korupcion aktiv edhe pasiv, edhe për pastrim parash, edhe që do më thënë është i hapur krimi, kalon dhe çështja në gjyqe tjera, ti vazhdon me detyrim paraqitje, nuk kam më turp që të diskutosh ti problemin, që të japësh arrest me burg, kësaj grue, si kurse unë thash. Dhe kurrë në kurrës nuk duhet ta lejoj që të kaloj edhe që të hiqet imuniteti, ajo duhet hetohet, si shpo hetohet, të vazhdoj jetimi deri në fund, se pengon njeri në jetim, edhe po i pati bërë veprat penale të dënohet. Ndërsa për atë që thuhet që Rama ka hallin e vetë, prap kjo është muhabet pazari, muhabet fshatçe, do më thënë, lidhemi të qezma. Pse? Sepse që ti të akuzosh dike, e akuzoj unë Sali Berishën e i them, kompleksi Partizani, i them, ke vrarë 200 veta këtu, i them, grushi shtetit, i them, vrave 4 të 1 janari. Ngri një akuzë tani për Edi Ramën, thuaj që ka bërë konkretisht ky, jo mi gjilis, lafe pazari kot rrugve, qoj një kallëzim penal kundër ti atje, për një aferë konkrete.
Po mos folme me qatë gjonë na rruga. Kjo është e tëra. Komendin për mbyllje se kam kalu limitin. Tani, prokuroria e posaçme, lidhur me akuzën e parë, ka komunikuar akuzën për paparazinë në tendra. Është e vërtetë që kjo akuzë është deri në 5 vite. Dhe për këtë akuzë ka kërkuar pezullimin nga detyra. Pra, lidhur me këtë akuzë dhe ndalimin për të dalë jashtë shtetit. Së dyti, kemi të bëjmë me disa akuza, pra, pse ka shkuar prokuroria e posaçme, ka shkuar sepse zonja Palluku me akuzat që ka rrezikon deri në 35 vite burg. Pra, ka qenë prokurori... Po ai që thot kështu, ai prokurori ishte smuk si qik, po e pa t'i thënë këtë gjë. Sepse edhe sigur t'ket bërë 20 vepra, po dalë o folë si jurist, mos folë. Ore, ja avokat, ja si avokat. Po, avokat. Po ne ja avokat, ja po të temu. Qa po thua ti? Vepra me rende është 12 vjetë burg. Ore, 12 vjetë, po pse të tjerë, pse një zyrtar t'i ikim burg dhe kjo mos ikim burg? Po dalë edhe të the 35. Pse mos i javë, 35 vjetë? Lere prallat është. Ore, ka thënë drejtusi... The 35 vjetë, jepe 35 vjetë, jepe 35 vjetë. Po pse mbledhja arithmetike bëhet të këto? Mbledhja arithmetike bëhet? Ore, shpreu, nuk e di unë, base ka vrarë dhe njërë zonja Palluku, se kemi... Nuk e dim që ka do. Po me mbase e ikim neve? Me mbase e ikim ti, avokatë e ikim me mbase? Ti do e zë shak e konkretishme. Po, konkretisht. Po këtë vetëm tenderat. Kaqka. Jo, tenderat. Në cila media? Syrin vetëm shikondi? Si syrin e. Shikonë të tjera. Ape reportin. Po, kur se ka dhenë reportin të gjë? Kur nuk e thot APC-ja këtë gjë? Kur nuk e thot ato media gjanë serioze? Syri po. Ja do ta shikosh, do dali raporti i kujt? Do dali raporti edhe i mazhorancës, do dali edhe raporti i opozitë, do ta shikosh sa... Po një vepër penale është, një, është vetëm ndërhyrja në tendera, vetëm kjo është. Për çfarë shkon? Po s'paku do të kështu. Për çfarë shkon? Po për këtë thot, po këtë po thot. Pse nuk duhet të jenë të barabartë para ligjit? Si ti, për çfarë? Një fatar që ti the që është futur në burg dhe kjo që ka vjedhur 50 milionë euro aty pa barazinë në tendra. Po kjo është kjo është turpi i pedens. Kjo është gjuhë Saliu. Ti vjen këtu Saliu. Ja, po zvi fare unë vi këtu si Alban. Po se zvi po si Albani ku e gjetë emrin ti të bësh Alban. Po si bëre je shpejt. Po je shpejt bësh Alban. Por ti derisa thua ka vjedhur 50 milionë. Po patjetër sepse është dorim 50 milionë euro. Prap ti nuk je jurist. Pa barazim. Prap nuk je jurist. Pra, këtë do të thuar. Se prokuroria e posaçme e ka vendosur atë paparazinë në tendra. Ndërkohë që ajo është vjedhje hapur dhe një zyrtar që thjesht ka bërë një gabim aty, aritmetik, ose një gabim problem procedurial. Jo se them unë mbi SPAK. E bëri SPAK-u gabim. Se kjo nuk duhet të marrë Beqiri, duhet të mbyllim. O marrë drejt shkollën, o qa shkollë e bërë juve, o të marrë drejt shkollën. Beqiri, lutem se duhet të mbyllim. Po ti fletë me rrugë. Po ti fletë si rrugë. Ti po fletë me rrugë. Ore, ti po fletë amam si një njeri. Po fletë si syri, mo, ti thua ka vjedhur. Kjo është shqipje. I zoti se shet, i zoti nuk e shet, te lani e jep. I zoti është SPAK-u. SPAK-u thot, të rryrjen tender. Kurse te lani thot ka vjedhur. Si ka vjedhur. Po te lani po kjo hapur do t'i shikosh të zoti tjera. Kedhe përgjime. Po e përfundojmë diskutimin. Faleminderit për mos ta kaluar më tej. Beqiri, faleminderit. Duraj, faleminderit. Do të shkëputemi tani, do rikthehemi së bashku vetëm pas pak.